një teknologji e re, po jep shumë shpresë pacientëve të cilët kanë probleme emocionale, psikologjike në përgjithësi të shëndetit mendor. Quhet RTMS, është një pajisje e vogël, por që ka një efekt të madh. Madje aty ku medikamentet shpesh nuk kanë treguar rezultate të mira, seancat me këtë aparatur kanë treguar komplet një rezultat tjetër më të mirë, më shpresdhës, sidomos për pacientët që vuajnë nga depresioni e që kanë kërkuar mënyra të ndryshme për trajtimin e tyre. Është jo invazive si metodë, është pa dhimbje. Nuk keni nevojë për gjithë ata persona që e kanë pas shumë problem të shprehen, të flisni me dikë sa i përket komplet trajtimit me këtë aparatur, por detaje më të hollësishme edhe përgjigje më të hollësishme për rëndësinë e kësaj aparature që fatmirësisht për herë të parë dhe vetmja që e ka sjellë në Kosovë është Spitali i Varësive Rezonanca 3 në Prishtinë, në Kosovë, sepse është i nivelit të veçantë jo vetëm në Kosovë, por dhe rajon. Për këtë aparatur, natyrisht që gjithmonë flasim me ekspertët e fushave dhe nuk marrin përgjegjësinë për të dhënë mendim për ata që na nuk e njohim, për të përçuar mesazhet më të sigurta tek ju. Natyrisht që me psikiatrin, doktor Borimeta do të flasim. Për këtë, doktor Borim, faleminderit shumë që më pranove në këtë zyre, në këtë dhomë që shërben kaq shumë dhe ka shpresë kaq shumë për pacientët. Po, kënaqësi e veçantë jemi pjesë e emisionit tuaj dhe njëherë të ju përgëzoj edhe për impaktin të cilin po e jepni me emisionin tuaj. Shumë mirë që keni përzgjedhur që të flasim për këtë aparatur, një aparatur e cila e vogël, por shumë e madhe për nga funksioni i saj, për nga përmirësimet që bëhet varësisht nga nevojat e pacientëve. Kjo është një e cila është vetëm aktualisht në rajon, është një do të thotë RTMS, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, do të thonë është një stimulim elektromagnetik transkranial, e cila funksionon përmes joneve elektromagnetike duke depërtuar në tru dhe duke stimuluar aktivitetin e disa qendrave të cilat ne i pikasim. Është një metodë jo farmakologjike, do të thotë nuk kemi të bëjmë përmes medikamenteve. As rrezatim nuk ka. As rrezatim, pikërisht e thash që është përmes joneve magnetike funksionon. Gjithashtu edhe është një metodë jo invazive, do të thotë nuk kemi dhimbje, nuk kemi shpime, nuk kemi asgjë e cila e bezdis pacientin. Përmes kësaj, ne rimodulojmë aktivitetin e qendrave nervore në tru dhe riformsojmë aktivitetin elektrik të qelizave nervore. Dhe përmes kësaj bëjmë domethënë një ekuilibrim të funksionimit të trurit. Kjo funksionon përmes kësaj bobine, po, e cila mund ta përdorim këtë qaforën varësisht për pozicionin. Kjo bobinë e cila vendoset në lëkurën tuaj, lëkurën e pacientit, në regionin prefrontal. Majtas, djathtas, varësisht prej gjendjes shpirtërore të pacientit, varësisht prej çrregullimit të cilin manifeston, apo edhe në pjesën parietale këto. Përmes kësaj, kjo preket në lëkurë dhe përmes kësaj, kështu është, do të thotë, kështu duket. Zhurma e saj, po, çdo 15 sekonda e cila gjuan, si të themi, ato jonet magnetike dhe ne përmes kësaj inhibojmë aktivitetin e neuronave, trurit ato të mendimet e shumta ku kanë klientat tonë, të OCD-ja, të çrregullimi obsesivo kompulsiv, ku kemi mendime të detyrueshme, mendime të dhunshme për të menduar edhe atë që se dojmë, apo edhe për të vepruar atë të cilat ne dëshirojmë t'i largojmë, dhe kështu duket në A mund ta demonstrojmë komplet, doktor Borim? Në ndërkohë apo bëjmë edhe inhibim edhe stimulimin e aktivitetit të neuronave, e qendrave në tru, për shembull siç e kemi të depresioni ku jemi më të rënë, me pa vullnet,
për të me pavullnet për të folur, për aktivitete, për të funksionuar. Domethënë, tek depresioni e kemi mekanizmin ku ne e stimulojmë veprimin e këtyre qendrave nervore, ndërsa 8 sëmundje tjera ku duhet të ndalen mendimet e inhibojnë. Më besoni që është jashtëzakonisht e mirë, shpesh herë ndikon shumë më shumë se sa medikamentet ku i përdorëm ilaqet psikotrope, ku i përdorëm në psikiatri, bëhet përdorur shumë, kemi pasur këtu tek depresionet të cilat janë në bana rezistente, të depresionet madhore, ato të cilat mo ilaqet nuk po ndikojnë. Ndikon shumë mirë tek personat të cilat vuajnë nga epilepsia, është tek PTSD-ja, tek stresi post-traumatik, ankthin e stabilizon, e ul simptomatologjinë tek ankthi, përdoret edhe tek dhimbjet e migrenës, ku shpesh herë as analgjetikët nuk ndikojnë, kjo ka treguar rezultate të mira, dhe gjithashtu edhe ndihmon edhe te lërja e duhanit, dhe ne e përdorim këtë shumë edhe tek personat të cilët abuzojnë me substancën narkotike e psikoaktive. Njëkohësisht kur bëhen seancat e saj, sepse duhet diku 10 deri 20 seanca me sa kuptova. 20 seanca është minimumi që duhet të bëhet, por më tepër mund t'i bëjmë edhe 30. Dhe pas këtyre 30 seanca apo 20 seancave preferohet që çdo muaj për të mbajtur kontinuitetet e kësaj stabilitetit të gjendjes që arrijmë përmes kësaj, me bos poko 1 herë apo 2 herë në muaj, kur dëshirojmë ne vetë, gjatë kohës së lirë. Me një fjalë është fizioterapi e trunit, doktor Burim. Është pikërisht një fizioterapi e trunit, është pikërisht një fitness i neuroneve, ku ato neuronet të cilat janë pak të lodhura nga medikamentet, nga depresioni, nga substancat, nga gjithçka tjetër, formsohen, rimodulohen dhe ky sistemi funksionimi elektrik pastaj i këtyre neuroneve bëhet në formën duar, e cila ndikon më pastaj edhe në korrigjimin e të menduarit, në gjykimin ton më objektiv, ndryshimi mendimeve për veten ton, ndërmarrësi për aktivitete, shtimi performancës, gjithçka. Kemi përvojë shumë të mëdha. Më duhet ta ndaj me ju që sipas një ullumtimi në Zvicër, ku bëhet psikiatria pothuajse në mënyrë më të mirë të mundshme, thuhet që deri në 60% ka efektin pozitiv tek të gjitha, tek disa personave. Për çdo pacient, a ka ndonjë smundje kronike që zguxon apo? Jo, nuk ka ndonjë smundje kronike. Kjo me që ka magnet, vetëm ata të cilët janë të stenduar, nëse stendat janë me përmbajtje metalike, aty duhet të kemi kujdes. Bëhet edhe te gra shtatzana, kemi gra shtatzana të cilët nuk guxojnë të marrin ilaqet, më pastaj kalojnë në përdorimin e kësaj, ata cilët janë në anksiozitet ose në depresion, dhe kështu. A duhet gjatë kohës sa i bëjmë këtë seanca, a preferohet me bëhet edhe seanca psikologjike njëkohësisht, apo mjafton me u fokusuar në këto? Fokusohemi vetëm me këtë, por është interesant që ne në spital shpesh herë i bëjmë për pacientat tonë të cilët janë të hospitalizuar, kemi edhe psikologun këtu, ku njëkohësisht bëhet edhe kjo, dhe njëkohësisht edhe flet, edhe zhvillohet psikoterapia suportive për pacientit. Shpesh herë pacientët dëshirojnë këtu edhe të flenë, por shumicën e rasteve ata flasin, komunikojnë me neve, i shprehin mendimet dhe qohen nga kjo në një gjendje më të mirë. A dallohen ndryshimet në seancën e parë, 2-3 fillim? Njëri anin vetën ma letë, ma... Po, sot pata një pacient i cili tha po ndihem më ndryshe. Si është ajo më ndryshe, se ke seanca e parë, nuk mund ke me shpjegu, nuk kam kokëdhëmbje, nuk kam diçka, por tha po ndihem më ndryshe. Por jo, pak është seanca e parë për me thënë diçka, por kur të kalojmë 15 seancat, kur të kalojmë numër 20 të tyre, me të vërtet ndryshimet pozitive të dëshirueshme janë të dukshme. Del me shpjegu mandej. Del me shpjegu edhe shihen, po edhe shpjegohen, edhe ndihen se po jo më ndryshe. Nëse një
rast i depresionit madhor që kemi pasur këtu, e cili nuk ka mund as të flas, ka qenë edhe në mutizëm total, e cila nuk ka mujtur edhe me u pastru, me majt higjienën e vetë personale, me terapi shumë të madhe nga lëmia e psikiatrisë, kur kemi filluar këtu, pas seancës së 20, vajza tregoj ke e soja poetike, është shumë më mirë. Po mirë, po dhe po pastrohet, po dhe po lartë, kështu. Për herë të parë, po realizoj një intervistë ku unë jam e shtrirë dhe personin edhe e konsiderova pak si seancë. Dhe me thonë, fakti që hyra në një dhomë të tillë, në një aparatur të tillë, veç po ma jep ndjesinë e një seance psikologjike. Ndoshta edhe fuqia e rezonancës e ka. Po, ne përmes këtyre kapelave, që i bëjmë matjet tona, e gjejmë mesin e kokës, nga pjesa ballore deri pjesa e pasme e kokës, fundi i os occipital, dhe gjithashtu edhe nga pjesa e veshit, mesit të veshit deri këtu, e gjejmë mesin, dhe nga këtu, përmes bobinës tjetër, e gjejmë qendrën të cilën ne po dojmë me vendos. Do t'i bëjmë matjet në një karik tjetër, kushton kohë, kështu që do të thotë edhe në bazë kësaj ne e vlerësojmë se çfarë amplitude të rrezatimit të rrezeve elektromagnetike sa randa i përballon. Për shembull, këtu është një pacient i cili ka pas 55% të e shkruajmë edhe emrin këtu mos ta shisim, 55% të amplitudës, të thellësisë ku hyn e rrezja, kemi me 60-40 varësisht ndjeshmërisë. Ne i shohim reagimet motorike të durve, të muskujve, të fytyrës, të gojës, të rreth syrit, reagimet të pavullnetshme, po. Edhe ato i enalim amplitudën dhe aty derisa vërejmë që ju rrini komod, nuk keni asnjë reagim, asnjë kontrakcion muskular të ekstremiteteve të sipërme apo të fytyrës, aty ndalemi me hyrjen thellë në amplitudën me këto elektromagnetiken, edhe më pastaj e bëjmë varësisht qendrën, a dojmë të trajtojmë depresionin, të stimulojmë trurin, a dojmë të bëjmë dhembjen me migrenës, a dojmë të trajtojmë anksiozitetin me zbutat, apo dojmë të trajtojmë në pjesën e mesme këtu, dojmë të trajtojmë çrregullimin obsesivo-kompulsiv. Do të thonë kjo afrohet, kjo vendoset këtu në pjesën ballore, a pak më poshtë, a pak më lart, më pastaj e shohim dhe fillojmë e lëshojmë këtë. Nuk po e lëshoj tek ju për shkak se nuk e dim cila është amplituda dhe s'po duam me ju shqetësu me reagimet, po kështu pastaj duket. Funksionon. Kështu edhe një herë kështu. Te dikush me tonalitet më të lartë, te dikush me tonalitet më të lartë, e kështu. Për ndryshe, për krejt ata, sepse është e çuditshme ndjesia e kësaj interviste, doktor Burim. Po. Nuk e kam marrë herë intervistë. Qenë ka mirë me qenë në pozicionin e pacientit, da? Shumë e mirë. Për ndryshe, për krejt ata që po na ndjekin, sa për informacion, edhe doktor Burimin, edhe këtë aparaturën, si të vetme që janë e gjeni në Spitalin e Varësive Rezonanca 3, ndërkohë që në studio e diskutojmë edhe me doktor Bujarin për simptomat, gjendjet e pacienteve të cilat janë arsyet pse duhet të marrin një trajtim të kësaj aparature, të cilën e demonstroi aq thjesht e aq bukur doktor Burimi. Faleminderit shumë doktor Burim. Faleminderit shumë. Shumë grazie.